E drejt kjo që ju tha, në fakt, shumë e vërtet, nuk është vetëm një element, janë shumë element cilët mund të çojnë një ekip drejt fitores, dhe këtë e kemi parë në sfidat që janë luajtur edhe gjatë këtij botrori, që ka dëshmuar që edhe ekipet cilat ndoshta në letër dukeshin më të lehta krahasuar me një kundërshtar kanë dalë për shkak të disa elementeve që kanë shfrytzuar shumë mirë. Po megjithëse jemi te kjo përballje France-Marok, për të ndalur pak edhe te cilësia. Pra, Maroku arriti që të eliminonte edhe Holandën, pra një ekip evropian që vërtet merret shembull për futbollin që luan. Çfarë mendon se ndikoi ndoshta te ky eliminim dhe a është Maroku le të themi një kombëtar që e shohim gjysmëfinale, tashmë në çerek finale dhe nuk e dihet ku shkon, që po kthehet një ekip që ndoshta edhe mund të pretendojë për kupën? Patjetër që mund pretendoj, sepse siç e tham, ka skuadra që ka karakter shumë të fortë, është një skuadër që luan shumë mirë disiplinuar, ka në çdo repart nga 1 apo 2 lojtarë që bëjnë diferencën, që mund të zgjidhin ndeshjen në momente të caktuara dhe din të luajnë në këto përballje, din të presin dhe të presin momentin të presin mbrapa dhe të presin momentin e tyre për të goditur kundërshtarin. Dhe të mos harrojmë që Maroku, qoftë ndaj Holandës, qoftë ndaj Francës, futet edhe me një bonus të madh, bonusi psikologjik i të qenurit underdogu, le të themi, ose skuadra jo favorite, sepse kur minutat kalojnë, do ta shohim dhe sonte, nëse minutat kalojnë me rezultatin 0-0, presioni rritet tek futbollistët francezë. Janë ata që do të kritikohen nëse eliminohen. Askush nuk do të thotë asnjë fjalë për Marokun nëse Maroku nuk shkon në